Ndërmjetësor si vjen skuadra para ndeshjes me Tunisën? Mirdita, ne jemi rregull, shumica. Sot kemi seritë e fundit, pastaj nisja për bashkë. Deri tani ne jemi rregull. Sa mund ndikoj humbja në ndeshjen e kaluar në aspektin moral para kësaj sfide? Patjetër ne jemi shumë rrezik gjithmonë kur humbim në ndeshje. Tani ne jemi e di kemi edhe në ndeshje radhasi, domethënë ne jemi merzit, por vora është e mrapa, ne tani jemi përqendruar vetëm për në ndeshje radhasi. Në ndeshje radhasi është e bashkë. Prap një ndeshje shumë fort, një ndeshje edhe bashkë dhe neve kemi nevojë për pikat, edhe jam sigur nesër do shkojë një ndeshje fort, edhe pastaj do fitoj kush është më mirë në fushë. A është i motivuar në maksimum Elbasani duke qenë se i ka arritur disa objektiva, apo ende? Jo, ne jemi motivuar maksimal, sepse deri tani nuk kemi fituar asnjë gjë. Patjetër ne jemi fituar një objektiv i madh për ne si klub, por neve duam gjithmonë më shumë. Domethënë motivimi jon është në skala 10, domethënë maksimumi, edhe kjo është situata. Shumë aludime për atë që ndodhi javën e kaluar, jo vetëm me Elbasanin, por me gjithë futbollin shqiptar. Cili është mesazhi juaj në këto 2 javë të fundit? Tani unë nuk mund do komentoj shumë sepse nuk jam asnjë gjë në dorë edhe unë kam puna vetë. Domethënë nuk kam koment, vetëm do flasim për ndeshje radhasi, edhe jam sigur kampionati shqiptar është shumë e fortë, shumë interesant deri në java fundit, çdo skuadër do luftoj fort, edhe neve. Domethënë kjo është mesazhi im, do shikojmë puna vet, do luftojmë fort në fushë, pastaj prap, si do dalim, si do bëjmë, do tregoj fusha edhe do presim edhe pak.